Nëse doni të mbroni zemrën tuaj, nuk duhet të hani kurrë këto 4 ushqime. Shëndeti i zemrës është një nga parametrat më të rëndësishëm të mirëqenies, veçanërisht në një epokë kur numri i madh i humbjeve të jetës në botë shkaktohen nga sëmundjet kardiovaskulare. I përcaktuar nga faktorë si presioni i gjakut dhe kolesteroli, shëndeti i zemrës ndikohet kryesisht nga zgjedhjet e stilit të jetesës, dieta, aktiviteti fizik, përdorimi i alkoolit, duhani, stresi dhe faktorë të rëndësishëm përgjegjës dhe gjenetika. Gjithashtu, për të pasur një shëndet më të mirë të zemrës, ekspertët kanë këshilluar evitimin e këtyre produkteve ushqyese si patatet e skuqura, mishrat e përpunuar, proteina e tepërt dhe vaji i kokosit. Nëse doni të keni një shëndet më të fortë të zemrës së juaj, atëherë duhet të evitoni përdorimin e këtyre produkteve, pasi siç e përmendëm më herët, kanë efekte negative në shëndetin tuaj kardiak. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj